po paraqesin, pra shkel ato, shkel kushtetutën, shkel kushtetuse. Prandaj, edhe kjo do duhet t'i mobilizonte, pa dashur që t'interferoj në punët e qeverisë e hallet e saj, si që thot populli. Megjithatë, për shembull, është me të drejtë kur dikush reagon nga partitë politike ose qytetarët, që duhet dikush një reprezent ose eksponent i qeverisës shkojnë në Maqedoni, në një vend që ka shumë çka për dëshiruar për pozitën e shqiptarëve, e cila po vijon të jetë degraduese në këtë qeverisje të vëmërohës atje, me disa eksponent të partive shqiptare atje, të shpresh shiritin në një shtet tjetër. Shiqoj punët këtu e në pus. Këtu vonesë të pa arsyeshme, të pa justifikuar që 6-7 vite vazhdimi i këtyre punëve që kanë mbetur, pra projekteve të mbetura në gjysmë, si që janë autorrugët edhe rrugët e tjera transishme, po edhe projekte tjera, ku janë ato premtime për 5 diga që janë kolosale dhe strategjikisht dhe rëndësishme dhe kapitale për Kosovën. As i hapsësh bë, ku është përgatitja për lojrat mesdhetare të vitit 2030, që po ashtu ka ngecje serioze të cilat edhe mund të shkaktojnë shtyri ose marrje të mandatit nga Kosova në një shtet tjetër, sepse ka vonesa të pariparueshme. Prandaj, ka për të bërë dhe duhet bërë shpejt e mirë, prandaj duhet ketë përgjegjësi qeverisë dhe duhet ketë përgjegjësi edhe llogaridhënie, sepse shihni pozitën e qytetarëve, dikush po thot nga këta të opozitës, këta po shpërndajnë të holla, po jo, gjendja sociale është i mjerueshme. Kategoria më e ndikuar